ta përkrojnë apo jo. Në fakt, vetëm më falë që për ndërprej, zoti Mujku, pikrisht të që kjo për faktin që shumë ligje ose shumë politika fatkeqësisht, ose në fakt demokracia funksionon kështu, në fundin nënshtrohen politikanëve, të cilët shpesh herë janë të paditur në fushën përkatëse, dhe pikrisht bëhet fjalë me këtë diskutimin e madh që ka ndodhur para disa viteve me këtë ligj, për shkak që ne kishim një udhëzim administrativ, sepse edhe atkohë Ministria e Shëndetësisë thonë na nuk po dojmë fillim publik sepse këto nuk mujmë me kontrollu, s'kemi mekanizëm kontrollues për shkak që veç udhëzim administrativ. Dhe pika më kritike ishte kjo e nanave e grave të vetmuara që duan ta shfrytëzojnë mundësinë me u bë nana. Udhëzimi administrativ në atë kohë të paktën interpretohej që e lejon një gjë të tillë. Dhe tani atë kohë mund të bëj. Dhe u bë problematike pse të futej në ligj. Do të thotë krejt diskutimi ka qenë një normë që ka qenë e kopjuar. Ashtu si që është në udhëzimi administrativ, është kopjuar në vitin 2022, nëse s'gaboj ka qenë diskutimi, në ligj. Do me thonë, po bëj ka në udhëzim, po s'po bëj ka në ligj. E gjithë Kosova fliste për atë fjali e cila ishte në fuqi që 10 vjetë, që një dekadë. Edhe unë nuk e dija është bërë në Kosova jo, por që ka ekzistu si fjali në udhëzimin administrativ ka qenë, dhe unë jam goxha e bindur derisa është ngrit në shumë ndoshta nga gazetarë dhe nga njerëz tjerë, një pjesë të deputetëve që kanë kundërshtu atë në atë ligj, as nuk kanë qenë në dieni që ai nën ka qenë në fuqi në udhëzimin administrativ, mbi të cilën përmes të cilës ishte rregulluar kjo fushë. Ne kemi pas mbi 300 udhëzime administrative të cilat janë shfuqizuar para 2 viteve për shkak se s'kan pas bazë ligjore. Pra, udhëzimi administrativ ka qenë më i fuqishëm se sa ligji, sepse s'ka pas bazë ligjore. Ne kemi disa nana, tash 5-6-7 subkujtohet. Disa gjana e rregulluar një herë në fillim me rregullore të unmikut, pastaj tash veç ka janë adaptu, ka kaluar ajo periudhë. Ne kemi na disa gra që kur kemi biseduar me to, ato janë tash nana, kanë fëmijë, mirëpas njerëz kanë qenë të martuara dhe gjatë bisedës shpesh kanë thonë, po pishon këto dhumë familje, pishon këto ndarje, bile s'po kemi problem me babarë dhe burrën, veç po kujdesmi për fëmijën tonë. E si kanë bërë fëmijët ato? Jashtë. Jashtë. Po, jashtë vendit. Tash kjo është ironia, do me thonë, brenda e ndalojmë, nuk e rregullojmë me ligj, po prova thotë në Qipro mund është me bëtë gjithë. Tek një jotë regjistrimi i fëmijës për shkak se ligji për regjistrim e lejon, sepse mund ndodhë që është një gru shtazon, por nuk e din me kanë e ka fëmijën. Ka mund të me qenë dhunume dhe nuk mund ta imagjinoj një prind, babë në certifikat dhe obligim ligjor është të regjistrohet secili fëmijë në emrin të nanës. Pastaj nëse pranohet atësia prej një babe, do t'i vendoset edhe emri i prindit babë. Por në rryshe fëmiju çdo herë do të regjistrohet me emrin nanë gjithsesi sepse nana a nuk pyetin ka e ke marrë fëmin? Jo, nuk pyetin sepse mund të jetë edhe ta sqaroj, mund e veç po bëj pyetjen, po vërtet është që nuk ka të drejtë të pyet sepse në zyrën e ofiçarisë e deklaron. Ka babë mirë, nuk ka babë vazhdon edhe mund të jetojë ai fëmijë, sado që mund të jetë ndoshta i bullizuar në shoqëri kur e shën shkollën certifikat që figuron vetëm emri i prindit babë, mirë po ajo është prindit nanë, atëherë po kjo është realiteti, sepse figuron vetëm ose ka mund të vdes dhe nuk ka desh nana që ta vendos fare, gjatë Taxhanis ka vdek burrë dhe nuk ka desh ta vendos fare emrin e babës, për shkak se ligji e lejon që pastaj një nanë e cila ka një fëmijë mund të martohet dhe fëmijën e vet ta adoptojë tek bashkëshorti i ri. Me bashkëshortin e ri të cilën realizon martesë. Po s'është bërë ky ligj për IVF-in. Mirë, po për shërbime sociale është shpëtim. Ekziston për raste tjera. Ja, IVF-i për shërbime sociale është shpëtim. Atë shumë kemi pas raste, atë shumë kërkesa, dhe ta shumë qifte kanë mundësi që të bëhen prind, përmes metodave tjera dhe për neve është shumë ma lirë. E posa që reshtash mos i bëhet në qëkukë, nëse veç bëhet, atër dhe bara financiare. Unë nuk më besu në fillim, po folja dhe para 10 viteve, kur kanë arë qifte ka thonë, po deri shtash 150.000, 200.000 kemi shpenzu në Turqi, në Gjermani, në Macedoni, në vendet ndryshme. Kanë qenë shifrat të cilat ata kanë deklaruar se kanë qenë disa herë, s'kan pas sukses dhe tek në fund të kanë bind vetën që të vinë në qendër për punë sociale të kërkojnë. Ka dhe qifte që kanë hek dorë dikur. Edhe janë... Ka dhe qifte që